simbole të cilat mund t'jenë si ato fishekzjarët, shkëlqejnë njerë, ndriçojnë për 3 sekonda dhe pastaj çështja është ç'a vepra do lësh nga pas. Po vepra e Juzit ka pëlqy? Jo në asnjë mënyrë, jo. A mendon që duhet t'i kërkojmë falje? Ai ishte një vandalizëm i llahtarshëm, të gjithë jemi distancuar, e kemi gjykuar. E di që te Kosovën e do shumë. Shumë e do. Dhe shumë këngë kosovare kemi kënduar aty. Pra më falë që them këngë kosovare, këngë të Kosovës, siç janë këngë të Labërisë apo këngë të Çamërisë, janë të gjitha këngë të Shqipërisë. Se Shqipëria është i vetmi shtet që kufizohet nga trojet e saj. Me atë padrejtësi që na bën fuqitë e mëdha dhe shpresoj dal nga dal do rregullohet kjo padrejtësi. Po, a mendon që do të t'i kërkojmë falje gjithë shqiptarëve kudo që jeni keq në emër të Juzit? Po patjetër. Unë mendoj që akte të tilla dhune, sidomos mes shqiptarëve, sepse është dëgjuar shpeshherë ka thënë që një shqiptar i ra një kosovari, mos e bëni këtë gjë, se është tmerr, është si thuash një shqiptar i ra një çami, apo një shqiptar i ra një labi. Ne jemi shqiptar të gjithë. Pastaj e kemi kolosin Homerin ton. Thot Gegetolsk, Marsia Lia, një është Kosova, e kam thënë unë, një është Shqipëria. Ashtu siç nuk ka pa Gjakov, nuk ka Kosovë, nuk ka pa Kosovë, nuk ka Shqipëri, dhe nuk ka Shqipëri pa Çamëri, nuk diskutohet ajo gjë. Ajo gjë nuk diskutohet. Unë në program disa herë më thanë, la herë të lutem ti mos, se po vëlloj flas para zetarizmin, e kanë të humbur krejt lojën që të gjithë, dhe unë ndalova. Po sot jam te Koishia Show, te miku im Sadriu, kështu që Shqipëria etnike. E vërtet, bravo, do të kiti për dajtë të nadjerë. Po. Njerë, qëka të kam bet pik një me bon Big Brother? Keni bo shumë gjona, a ki di qëka që të kam bet pik? Thuje burë, më. Nuk e them. Thuje. Jo, se na shtarë, a mund t'i pakuj? A ma dhe dush me thonë sonde, për publikun. Ja, ajo që më ka ngell, si shtoshte Mira Pishmanit, si shtoni ju në Kosovë, është që do njerë mund t'a kem tepruar me do një fjallë, apo kam gritë zërin. Po tani ne aktori jemi, ti e di. Në një sen tjetër... Unë e menova që me nëjë femër më s'kam vetë pikë në i sen. Po, ishte një puthje që nuk u realizua, pastaj, e kupton, shkoj se shkoj. E sa vënsoj gjesti. A i mua bet, po, pa tjetër. Gjithmonë do dalë dikush, kështu që sa vënsoj, na? Unë, shiko, në qofë se u duk që puthja e Laertit dha fitoren. Bravo, që kjo ke e mira. Laert, po dhe diçka me në thonë se e kom pona, por e kom përcjellë shumë për shkartonin, normalisht. Nuk diskutuhet. Jo që se kam përcjellë ma herët bikun, por kësaj radhe e kom përcjellë ma shumë për shkartonin. Po, ka pas në kanë thënë që ka pas të leshikueshmëri shumë të lartë. Po, është e vërtetë, por nuk diskutuhet. Me rezonën? Qka të lidhë? 2 kafe kemi pirë. Jo, se ti e di shumë mirë, ne jemi bashk aktorë dhe kemi... Kini pos, ne? Me Rozanën... Ne mos marveshje. Përveç se... Jo, me Rozanën, do me thënë... Mos marveshje të mirë, në kuptimin e mirë. Jo, po edhe një natë pas bigut, po prapë, do me thënë, të nesërmen të poshtë pallatit, aty jemi përshëndetur. Po kini pos diçka më shumë se shoqëri me Rozanën? Jo, asnjëherë. Jo, asnjëherë. Kafe qosë, ja? Unë Rozanën... Jo, kafet e mija me Rozanën 2 herë i kam kërkuar të më... është një... Unë do më lejoj termi ta them, është një zonjë që përfaqëson gruan shqiptare, gruan e fortë shqiptare, që ja ka dalë vetë në jetë, më së miri. Ka ngrit zërin për, ti e di shumë mirë, për çështjen e gruas shqiptare, dhe për t'i dhënë forcën që meriton. Dhe unë, kur e kam takuar Rozanën, e kam thirrë, do më thënë, të ato kafet që kanë qenë bira, s'kanë qenë kafe, në fakt kanë qenë bira, dhe kemi qëndruar gjatë për një, i kam kërkuar ndihmë për një marrëdhënie time personale, ku ka qenë pikërisht atëherë ku kam marrë të emisioni Hyti Parë. Po, e di. Që ta kam thënë. Po, ma vo kena mi qita dhe video. Pat Afrika të moment, se tash mos ke sill dikë këtu. Ku mujtë mu po milionerën, për s'kum dhe ishtë.
në çdo video. Po ti ke shpirtin e madh, xhepat ti ke të vegjël, nuk ka rëndësi. Në mjafton shpirti i madh. Nuk xhepat e mëdhenj nuk bëjnë shpirtin e madh. Po, kujtohet që na kanë bërë para se me një Big Brother kena dashur me bënë emision bashkë, na kanë bërë pikë me një voice bashkë. Se unë nuk të lajmërova. Do më thëni vetëm një njeri që... Me shkure poshtë. Lajmëru, Top Channel dhe ajer të aty. Jo, unë nuk Thërë telefon pëse s'kam njoftu me një laf, s'kam njoftu. Kam njoftu vetëm zhenjë, sepse i kanë mes të emisionit. Po. Dhe, duhet edhe në nëntime, kaq. Këta dy njerës... Sa ka pao? Po, sa ka pao, sepse më dojnë 5 vjeç nuk kam ditë Shqip. Kam ditë vetëm greqisht, ju a kam thënë. Dhe... Sa ka pa, du të të dua, për gjitha të që se di. Të dua. Është dhe kënga e Gzim Qelës dhe Nertila Kokës, të brezim, ti e ende i ri. Po, e vërtet. Unë jam pensionist, si shto është një banor aty Big Brother. Ka qenë një këngë, sa ka po të dua fjallë dashuria. Fjallë dashuria. Po, në qopë se më banon. Po, nuk i djatë kujtuat edhe ti nëse e mba menda e vojza, dhe me thonë që kam jetë pengë kur para se me bëjë emisionin, dhe më para se me një Big Brother që kena dosh me bëjë emisionin? Atë kujtuat emri, soj, figura, natyra? Se më tha qysh bërë e burë, tha kishin njeri dhe në Big Brother? Ka qenë diçka me qofë se nuk gaboj, tani, më kanë thënë që kam kujtes të mirë, këshu ka dalë, te bigu dhe di daloj mirë orën. Më duke se ka qenë diçka që lidhte arbërin me arbëria nuk e kishte. Me i e ka mos. Me i e fillon të emri, janë vete. A eftojmë sonda jo? Po prit, të regullujem. Jam mirë. Mirë. Ha? Je i sigur. Ja, për të pasyrë, po. Ja, greqë. Te Abaza Elektro Group. Një duart rokitje se Abaza e shdiga. Oke, Mirjam. Dakor, që zoti, hajt. Po ngrijem këm. Oshte Ina Mori që i vjen me neve sonte. Ina. Më gatrove. Do me thënë. Ina, të më falë shumë, po. Se ky është maskara. është maskara. Jo, ky më gatroj. Më gatroj për gjë tjetër. Tharë se do më bënde do një hata, do një banor, do një gjë. Jamës. Mirini, musa afra shumë. Unë po baj distanse. Ja, bravo. Jo, edhe nuk do të shof, nuk do shof andej se thonë se si shef la Ma mirë. Po jo, ka gjosë, do me thonë, hajë se s'po fulis, për të musi. Jo, po folje ti, kush do? Po ka gjosë mu të dukë si valbuna se edhe pinë gjonë, burë. S'kam qef me më krasu me. Bravo. Të gjitha femrat gocat janë unike. Pa në deone, vishë thash pinë gjonë, mu më thonë, i në gjonë la ertit, do me thonë nuk bëjnë najsen, o burë. Jo, najsen nuk bëti, ti veç folje dhe... Pastaj na merë historia, po e di. Falimderit shumë që erdhe Ina. S'ka kur gjo falimderit për ftesën, kena pasë më të veç emrin, s'ma deshe pëse. Se, t'i gjo, ky është maskara. Se këtë kalzon, këtë kalzon. Më dëgjoj mua, nga që është aktor komik, e kupton, nuk e di se çdo punon të tani në këtë moment, dhe thash, më mirë... S'ke di që ka po vjena? Jo, nuk e kam ditur. Nuk e kam ditur.